Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmsorën. Sot është e premte gjatë të ditëshit të Pashkëve. O hymë e janë ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë jetës. Amen. Aleluja. Himni, darkë të qengjit parafolës, të bardh e me ropë shpëtimi, pasi u shfaq deti i kuq, ti këndojmë Krishtit krye princ. Trupi i tij krejt i shenjtë në altar të kryqit flijuar, duke shijuar dhe gjakun ne në Zotin për të jetuar. Mbrojtur në mbrëmje të Pashkës nga engjëlli i shfarosjes, u çliruam nga zgjedha e faraonit të egër. Tash Pashka jonë është Krishti, edhe qengji që u vra pa faj, që për ne flijoj trupin me pastërti të ndorme. O flije denjë dhe e qiltër, nga cila u shem feri, turma e robruar çlirohet, vlerat e jetës po kthehen. Ngrihet Krishti Zot prej varrit, kthehet fitues nga humnera, tiranin e vëndër pranga dhe hapdyert e parajsës. Për herë ti rofsh ndërmendje, o Krisht gëzimi i Pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus ty të qof lavdia, që shndrit me mendje të vdekjes, bashkë me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Maria Magdalen dhe Maria tjetër shkuan për të parë varrin, për ta ndëruar trupin e varrosur, por nuk e gjejnë Zotin. Aleluja. Psalmi 110. I tha Zoti Zotit tim, rri në të djathtën time, derisa ti vër miqtë tu, shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd Zoti do ta shtri nga Sioni, sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i larti pushtet, në ditën e fuqisë sate, në shkëlqime të shenjta, nga krerori para yllit të dritës unë të linda. Zoti u përbetua, asesis do të pendohet, ti e prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretërit ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të pi prej përrojit, prandaj lart do ta ngrej kokën. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Maria Magdalen dhe Maria tjetër shkuan për të parë varrin, për ta ndëruar trupin e varrosur, por nuk e gjejnë Zotin. Aleluja. Antifona 2. Eja një shikoni vendin ku që vën zotria së vdekuri. Aleluja. Psalmi 114. Kur Izraeli doli nga Egjipti, shtëpia e Jakobit nga populli barbar, Judeja u bë shenjtrori i tij, Izraeli zotrimi i tij. Pa deti dhe i bëri rrugë, Jordani u kthye prapazi, malet kërcyen si desh, kodrat por si qengja delesh. Çpate o det që ike, e ti o Jordan që u ktheve prapazi, ju male pse kërcyet si desh, e ju o kodra por si qengja delesh. Dridhu o tokë para fytyrës së Zotit, para fytyrës së hyjit të Jakobit, që shndron shkëmbin në liçen ujrash, edhe qetën në burim ujit të gjallë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ejani e shikoni vendin ku që vën zotria së vdekuri. Aleluja. Antifona 3. Thot Zoti, mos keni frikë, shkoni lajmëroni vëllezërit e mi të shkojnë në Galile, atje do të më shohin. Kënga krahason librin e zbulesës, kapitullin 19:71-7, dasma e qengjit. Aleluja, shëlbim, lavdi dhe pushtet hyjit ton. Sepse gjyqjet e tia janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja.
Aleluja, lavdëroni hyn ton të gjithë shërbëtorët e tij. Të gjithë ju që e druani të vegjël e të mëdhenj, aleluja. Aleluja, mbretëron Zoti. Hyi ynë i gjithë pushtetshmi, aleluja. Aleluja, le të galdojmë e të brohorasim. Dhe t'i japim lavdia ti, aleluja. Aleluja, sepse erdhi dasma e qengjit. Gati është nusja e ti, aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Thot Zoti, mos keni frikë, shkoni e lajmëroni vëllezërit e mi të shkojnë në Galile, atje do të më shohin. Leximi i shkurtër Hebrejnjve kapitulli 5 rreshtat 8 deri 10. Krishti megjithse ishte bir, mësoi nga ato që pësoi të jetë i dëgjueshëm dhe pasi e fitoi për sosmërinë për të gjithë ata që dëgjojnë, u bë shkaku i shëlbimit të amshuar, i shpallur për hyjit kryeprift në mënyrë të Melkizedekut. Kjo është dita që bëri Zoti, aleluja. Të gëzohemi dhe të galdojmë, aleluja. Kënga ungjillore Magnificat, antifona, nxënësi të cilin Jezusi e donte tha, është zotëria, aleluja. Kënga vigjërës së lumës sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me harej brorit hyit, shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvuajt. Qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua, hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni me brezni. Për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rrezoi princat prej froneve të tyre. E i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin shtahan. E të pasurit i nisi duar that. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. Duke sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar e tërvetan. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Nxënësi të cilin Jezusi e donte, tha, është zotëria, aleluja. Lutjet e besimtarve. Krishtit i cili është rruga e vërteta dhe jeta, ti brohorasi me zë të lartë. Biri i hyjit të gjallë, bekoje popullin tënd. Të lutemi përmbar popullin e krishterë që të jetojë afër kishës dhe duke kthyer bukën e jetës të ushqehet dhe të forcohet. Biri i hyjit të gjallë, bekoje popullin tënd. Të lutemi përmbar popullin e krishterë që të dënjohet të jetojë thirrjen e vet dhe ta ruaj unitetin e shpirtit bashkë me paqen. Biri i hyjit të gjallë, bekoje popullin tënd. Të lutemi për ata të cilët mbretërojnë mbi ne, që detyrën e veta kryen me drejtësi dhe me dashuri ndaj njerëzve. Ndihmo që në mesin e njerëzve të mbretërojnë harmonia dhe paqja. Biri i hyjit të gjallë, bekoje popullin tënd. Të lutemi që të na përsosësh ne që po të lavdërojmë me zemër të sinqertë në bashkësinë e shejtërve, me vëllezërit tanë të ndjerë të cilët ja paraqesim mirësisë sate. Biri i hyjit të gjallë, bekoje popullin tënd. Aty që je në qiell, u shenjë troft emri yt, art mbretëria jote u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hyj i gjithë pushtetshëm dhe jashtëshëm, ti u adhurove njerëzve sakramentet e pashkëve për t'i vendosur në beslidhjen tënde. Na ndihmo ta dëshmojmë me jetë misterin që kremtojmë me fe, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keq dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.